Ibrahim Rugova, kryeministri Bajram Xhepi, kryetari i komunës së Prishtinës Ismet Beqiri, ministri i kulturës Behgjet Brajshori dhe zyrtar të tjerë. Prefekti i New Yorkut Bloomberg ka zhvilluar takime të ndara me krerët e institucioneve të Kosovës dhe kryetarin e komunës së Prishtinës. Michael Bloomberg tha se Kosova është një pjesë e botës e cila i njeh vlerat e demokracisë. Ne në Amerikë padyshim e respektojmë betejën që shqiptarët kanë pasur, posaçërisht në Kosovë. Ne shikojmë me një krenari të madhe çfarëndondime që Shtetet e Bashkuara kanë qenë në gjendje të ofrojnë për të kthyer demokracinë dhe për të patur një jetë më të mirë në një vend më të mirë. Pas takimeve me mysafirin nga New Yorku, kryetari i Kosovës, kryeministri dhe kryetari i komunës së Prishtinës këmbyen dhurata me simbolet e Kosovës dhe të New Yorkut. Ndërkohë Bloomberg, pranë së nënës Terezë në Prishtinë, ka vendosur lule, një medaljon dhe një kristal. Bloomberg tha se nëna Tereze ka qenë një bie e gjithë botës dhe është respektuar edhe në Amerikë. Shembulli i nënës Tereze është shembull për tërë botën, posaçërisht për Kosovën në mënyrë që ky vend të jetë i fuqishëm, ka thënë Bloomberg. Ndërkohë prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg në fjalimin e tij në teatrin kombëtar tha se njerëzit e Kosovës dhe të New Yorkut kanë shumë gjëra të përbashkëta. Ashtu sikur ju, edhe ne kemi një shoqëri të ndërtuar në tolerancë, bashkëpunim dhe bashkim. Ju do të keni liri nëse krijoni institucione publike për gjithë qytetarët, institucione që do t'i bëjnë të gjithë të jenë të lirë. Populli i Shteteve të Bashkuara çmon dëshirat tuaja dhe jemi këtu për t'ju ndihmuar. The public institutions, the civic institutions. Përndër të vizitës së prefektit të New Yorkut në teatrin kombëtar, ansambli folklorik Shota ka shfaqur një program. Ndërkohë Bloomberg në orët e mbrëmjes ka vizituar trupat amerikane në kampin Bondsteel. Vizita e prefektit Bloomberg në Kosovë është organizuar nga Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan. The marchers joined hundreds of others attending a mass in a Catholic church to protest continued violence. Many hoisted pictures of Mother Teresa, a native. TVNN's Richard Blystone has the latest on efforts to bring peace. In a day of shuttling, a pause for an overall no progress report. So where are we? Well, we're where we were earlier today. Yesterday. Extremely serious situation, and there's no change there. The U.S. envoy spoke after meeting ethnic Albanian leader Ibrahim